Kryetari i BDI Sali Ahmeti ka folur në lidhje me ndryshimet eventuale në qeveri. Ai tha se e vlerëson hapin e Arben Taravarit, për të cilin tha se ai e ka kuptuar se qeveria është anti-shqiptare. I pyetur nëse do të ketë bashkëpunim me Taravarin, ai tha se kjo situatë do të shqyrtohet nëse ai del nga qeveria. Do të thirren të gjitha palët e frontit dhe do të shqyrtohet e tërë situata. Sigurisht ne vlerësojmë hapin e guximshëm të zotit Taravari, që e ka kuptuar shumë më herët që kjo qeveri s'është asgjë më shumë se sa një qeveri anti-shqiptare. Akoma nuk është ndërtuar një strategji në këtë drejtim. Zoti Taravari më duket se tha, unë nuk kam lindur në qeveri, në momentin që do jetë i papranueshëm, jo i përshtatshëm, ai mund edhe të largohet. Po këto janë çështje të zotit Taravari, nuk janë çështje të Bashkimit Demokratik për Integrim, as të Frontit Evropian, janë çështje të brendshme që zoti Taravari do t'i drejtojë dhe do t'i menaxhojë. Së shpejti pritet takimi mes kryeministrit Christian Mickoski dhe ministrit të shëndetësisë Arben Taravari. Këtë e konfirmoi vetë kreu i ekzekutivit, i cili tha se takim me Taravarin do të ketë, por pa precizuar nëse ai do të ndodhë gjatë fundjavës apo javën që vjen. Duke e komentuar për gjendjen brenda shumicës parlamentare, Mickoski tha se ajo është e shkëlqyeshme.